Në teatrin Migjeni në Shkodër u bë prezantimi i revistës së re kulturore Sipari, një nismë që sjell në vëmendje historinë dhe rrugëtimin artistik të institucionit. Ideja e këtij botimi vjen nga drejtori Gerti Palali në bashkëpunim me aktorin Astrid Fani dhe Suad Arilla, duke synuar krijimin e një hapësire ku arti dhe reflektimi të bashkohen në mënyrë të vazhdueshme. Sipari lidhet me perdën e teatrit, është termi i perdës së teatrit kur sipari hapet fillon shfaqja, edhe kjo është një sipar për teatrin Migjeni, revista e parë edhe zyrtare e teatrit Migjeni. Sigurisht do jetë një revistë kulturore ku do paraqesim të gjitha premierat dhe shfaqjet që bëhen në teatrin Migjeni, por edhe që do të bëhen në të ardhmen. Do jetë një revistë 3 mujore, pra çdo 3 muaj do ketë një botim të ri. Edhe jam shumë i lumtur që ja kemi arrit për me realizu si revistë. Idejës teme për realizimin janë përgjigj pozitivisht arkivisti i teatrit Astriti dhe Suadi, dhe sot jemi në inaugurimin e saj. Është një dritare e fuqishme të revistës Sipari. Është një kujtesë e gjithë historisë 76 vjeçare të teatrit Migjeni. Do të ketë 2 rubrika, kryesisht, një për personalitetet e kësaj historie dhe tjetra nga shfaqjet më të suksesshme, të cilët do të pasqyrohen vazhdimisht në numrat e ardhshëm. Pra, është një memorie, është një dritare ku arkivi i teatrit Migjeni do të ajroset. Në këtë botim, për shembull, në botimin e parë kam bërë 2 prej shkrimeve kryesore të revistës, të numrit parë, kështu që besoj se edhe në vazhdim si do aktivizohem me shkrimet tjera dhe besoj se është një formë e re e punës me të shkruarin që më pëlqen shumë. Në numrin e parë të revistës, një vend i veçantë i është kushtuar ikonës së teatrit shqiptar Tinka Kurti.